Shtohet energjia elektrike e prodhuar nga dielli gjatë këtij viti. Të dhënat e Instat për periudhën korrik-gusht-shtator të këtij viti tregojnë se sasia e energjisë elektrike e prodhuar nga impjantet diellore arriti në rreth 29% të totalit për të cilën ka nevojë vendi. Gjatë vitit të fundit në Shqipëri janë futur në prodhim një numër i konsiderueshëm impjantesh diellore, të cilat kanë shtuar prodhimin e energjisë elektrike. Po ashtu, tregues mjaft optimist për sektorin energjetik është edhe ulja e humbjeve në rrjet. Sipas Instat, humbjet në rrjet kanë arritur vlerën 323 gigawatt në orë në tremujorin e tretë të vitit 2025 nga 344 gigawatt orë në tremujorin e tretë të vitit 2024, duke shënuar një rënje me 5.9%. Pesha që zën humbjet në rrjet në totalin e energjisë elektrike në dispozicion gjatë tremujorit të tretë të vitit 2025 është 16% nga 16.8% që ishte në tremujorin e tretë të vitit 2024. Një ulje të lehtë ka pasur edhe konsumi i energjisë elektrike. Sipas Instat, përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët në tremujorin e tretë të vitit 2025 ul duke arritur vlerën 1700 gigawatt orë nga 1702 gigawatt orë që ishte në tremujorin e tretë të vitit 2024. Në uljen e përdorimit të energjisë elektrike nga konsumatorët kanë ndikuar kryesisht bizneset, ndërsa konsumatorët familjarë regjistruan një rritje të lehtë. Ndërkohë, mungesa e rresheve gjatë verës ka dhënë ndikim në uljen e prodhimit të energjisë elektrike nga hidrocentralet, por kjo është kompensuar nga shtimi i energjisë diellore.